Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë Severio Tistra Mickovski paralajmëron shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Shkak sipas shefit të qeverisë në Shkup është bërë prononcimin në shqip i Ersi Midrizit. Drejtori nuk u drejtua në gjuhën maqedonase. Unë kam folur dhe nuk pres që kjo të përsëritet, nëse përsëritet do të shkarkohet, deklaroi Mickovski. Shefi i qeverisë në Shkup premtoi se së shpejti në seancë qeveritare pritet kaloj edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Para miratimit të tij, kryeministri Mickovski tha se ai do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias dhe më pas do të kalojë në procedurë parlamentare. Bilal Kasami nga Blen tha se është deklarate për shpejtuar prononcimin e ministrit të marrëdhënieve ndërmjet të bashkësive në qeverinë e Mickovskit. Më herët, Ivan Stojković paralajmëroi se do të propozonte shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve, Arsi Midrizi. Kasami tha se propozimet për shkarkimi i bën partia që sjell edhe emërimet. Mendoj se është ndoshta një deklarate për shpejtuar, sigurisht që gjithë procesi i bashkëqeverisjes është në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje të partnerëve të koalicionit. Nuk besoj se ka një marrëveshje për, do kisha thënë, përfshirjen në emërtimet dhe shkarkimet e funksionarëve të partive. Në gjithmonë ka kështu keq kuptime mes mendoj partnerëve të koalicionit, po besoj se do të tejkalohen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zaptimi metrari i hapësirave për parkim në Tiranë vendosin në lëvizje dhe kryeministrin Edi Rama. Ai paralajmëroi një plan të ri masash për të dhënë fund këtij fenomeni në kryeqytet. Jemi duke punuar me Bashkinë e Tiranës për një plan të ri të pastrimit të gjitha hapësirave brenda lagjeve, nga të gjitha llojet e zaptimeve, duke filluar nga një zaptim i tmerrshëm dhe i patolerueshëm metrar dhe me marrje dhe dhënie biletash për të parkuar makinën, sepse dikush thot unë kam një pronë këtu. Nuk mund të kesh ti një pronë aty dhe ta përdorësh pronën si të duash, duke i vënë traumë qytetarëve që jetojnë në një blok banimi. Në komunikimin sy me sy me ndjekësit, kryeministri Edi Rama foli edhe për hapësirat publike në plazhe. Plani që do të vendosim këtë vit në zbatim do të ketë ndryshim radikal nga një vit më parë, premton shefi i qeverisë shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vjon paraqitje në SPAK dhe akuzat ndaj kreut të institucioneve. Kryedemokrati akuzoi Altidumani se qëndron pas vonesës operacionit Tura për të bërë të mundur largimin e anëtarëve të bandës së troplinëve, ndërsa nuk mbeten pa akuzat dhe gjyqtarja e dosjes së tij Rena Gjoka, si dhe kryeministri Edi Rama. A keti ndonjë bisedë me Alket Hyssenin, të cilën flitet për 500.000 euro për rishpet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal? Apo e ke me Mirel Mërtiri? Tani këtë Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Pra, ushtrimin e funksionit publik timit si kryetar i partisë më të madhe opozitare, ajo dhe pyetje në të cilën po t'ishte inocente do ta refuzonte, do ta shpjegonte, por Irena një mashtruese ordinere, një delinkuente klasike, një person që ka vendin në burg dhe në qelit për ato që ka bërë, e nxitur nga Edi Rama dhe Altin Troplini, ngren padin ndaj meje për fyrje. Tani. Bota. Kompania Renault, në partneritet me kompani më të vogla dhe të mesme franceze të mbrojtjes poshqyrton, hapi një linjë prodhimi dronësh në Ukrainë. Fabrika do të vendosen deri në disa qindra kilometra larg vijës së frontit, raporton La Repubblica. Renault ka konfirmuar se është kontaktuar nga qeveria, por ende nuk ka marrë asnjë vendim. Në 6 qershor, ministri i mbrojtjes kishte parashikuar që një kompani franceze makinash do të fillonte prodhimin e dronëve në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u shpreh se NATO duhet të rrisë mbrojtjen ajrore me 400%. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.